Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ka momente që nuk harohen lehtë, momente që nuk janë thjesht debate mes banorësh, por shpërthime emocionesh të mbledhura prej ditësh, ndoshta javësh. Një nga këto momente ishte përballja e fortë mes Albës dhe Dolces, një situatë që tronditi shtëpinë dhe ndezi reagime të forta tek publiku. Fjalia e Albës drejtuar Dolces, ti nuk ke respekt për femrat, ti nuk ke respekt për njeri, ti je mosmirënjohëse. Sa hyri mashkulli im në shtëpi vrapove t'i gjuaje, nuk ishte thjesht një akuzë, por një shpërthim i mbledhur nga shgënjimi. Xhelozia dhe ndjenja e cenimit, gjithçka nisi gradualisht. Marrëdhënia mes Albës dhe Dolces kishte qenë e tensionuar edhe më parë, por gjithmonë e mbuluar me buzëqeshje të rreme dhe fjalë të zgjedhura. Alba, e njohur për qëndrimin e saj të drejtë dhe mbrojtës, kishte vëzhguar prej ditësh sjelljen e Dolces, sidomos pas hyrjes së mashkullit të saj në shtëpi. Çdo shikim, çdo batutë, çdo afrimitet i vogël nuk i shpëtonte syrit të saj. Në një ambient si Big Brother, ku gjithçka shihet dhe asgjë nuk harrohet, edhe gjërat më të vogla marrin kuptime të mëdha. Dolce, nga ana tjetër, shfaqej e qetë në sipërfaqe, por mënyra e saj e komunikimit lozonjare dhe provokuese ishte ajo që ndiste dyshimet. Alba ndjente se kufit po te kaloheshin. Për të, nuk ishte çështje xhelozie e thjeshtë, por çështje respekti, si për veten, ashtu edhe për marrëdhënien e saj. Dhe pikërisht këtu shpërtheu gjithçka. Debati nisi në një moment kur banorët ishin të mbledhur në një ambient të përbashkët. Atmosfera ishte e rëndë. Alba, e ngarkuar emocionalisht, nuk duroi më. Ajo u përball drejt për drejt me Dolcen, pa filtra, pa frikë nga kamerat. Fjalët e saj ishin të forta, të drejt për drejta dhe plot mëllef. Ti nuk ke respekt për femrat, tha ajo, duke ngritur zërin. Kjo fjali u ndje si një goditje e drejt për drejt, jo vetëm për Dolcen, por për gjithë shtëpinë. Dolce tentoi të mbrohej, duke mohuar akuzat, por Alba vazhdoi. Ti nuk ke respekt për njeri. Shtoi ajo, duke e thelluar edhe më shumë konfliktin. Këtu debati kaloi nga personal në moral. Alba nuk po fliste më vetëm për veten, por për vlera, për parime, për mënyrën se si një grua duhet të sillet me një tjetër grua. Kulmi arriti kur ajo tha, ti je mosmirënjohëse. Sa hyri mashkulli im në shtëpi, vrapove t'i gjuaje. Kjo fjali ndezi gjithçka. Banorët reaguan menjëherë. Disa u ngritën nga vendet, disa u përpoqën të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë thjesht shikonin të shokuar. Dolce u ndje e sulmuar dhe e padrejtësuar. Ajo mohoi çdo qëllim, duke thënë se sjellja e saj ishte keq interpretuar dhe se nuk kishte bërë asgjë me qëllim të keq. Por për Albën, dëmi ishte bërë tashmë. Debati vazhdoi për minuta të tëra, me tone të larta, me akuza dhe kundërakuza. Alba fliste nga zemra, nga ndjenja e tradhtisë dhe e cenimit. Ajo theksoi se si femër kishte pritur më shumë solidaritet nga Dolce. Për të, problemi nuk ishte mashkulli, por fakti që një grua tjetër nuk respektonte kufijtë e një marrëdhënieje. Kjo e bëri debatin edhe më të rënd emocionalisht. Dolce, e vendosur në pozicion mbrojtës, u përpoq ta kthente situatën në favorin e saj. Ajo tha se Alba po e sulmonte për pasiguri personale dhe se nuk mund t'i ndalojë të ishte vetvetja. Kjo vetëm sa e acaroi edhe më shumë Albën. Për të, vetvetja nuk mund të justifikonte mungesën e respektit. Publiku jashtë shtëpisë reagoi menjëherë. Rrjetet sociale shpërthyen. Disa u rreshtuan fuqishëm në krah të Albës, duke e quajtur zërin e saj një zë për shumë gra që kanë përjetuar situata të ngjashme. Të tjerë e mbrojtën Dolcen, duke thënë se ajo po gjykohej padrejtësisht dhe se Alba po e përdorte situatën për dramë. Debati u kthye në një ndarje të madhe opinionesh. Ky moment nxori në pa edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë. Është një pasqyrë e marrëdhënieve njerëzore, e xhelozisë, e besimit dhe e respektit. Përballja mes Albës dhe Dolces tregoi sa të brishta janë kufijtë mes lojës dhe realitetit. Mes strategjisë dhe ndjenjës së vërtetë, pas debatit, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Atmosfera ishte e rëndë, shikimet ishin të ftohta dhe heshtja fliste më shumë se fjalët. Alba u pa më e vendosur se kurrë, ndërsa Dolce më e izoluar. Çdo veprim i tyre pas kësaj analizoi me lupë, si nga banorët, ashtu edhe nga publiku. Në fund, kjo përballje do të mbetet një nga momentet më të forta të këtij edicioni të Big Brother Kosova. Jo vetëm për fjalët e ashpra, por për temën që hapi, respektin mes grave, kufijtë në marrëdhënie dhe përgjegjësinë që kemi për veprimet tona.
Ishte një debat që zgjati shumë më tepër se disa minuta në ekran. Ishte një debat që vazhdoi në mendjet dhe zemrat e shikuesve, shumë kohë pasi kamerat u fikën në Big Brother, gjithçka kalon. Por disa fjalë mbeten. Dhe fjalët e Albës ndaj Dolces janë pikërisht nga ato që nuk harrohen lehtë.